Deri më sot nuk e kemi ditur se lakra turshi kuron një problem që prek më së shumti shqiptarët. Ndërkohë që shumë njerëz e preferojnë lakrën turshi si shoqëruese ideale të mishit, patateve ose perimeve, ekspertët paralajmërojnë përfitimet e saj shëndetësore varen gjithmonë nga sasia e konsumuar. Sipas nutricionistëve, lakra turshi është një ushqim i fermentuar që përmban probiotik dhe prebiotik, të cilët ndihmojnë në balancimin e mikroflorës së zorëve, përmirësimin e thithjes së lëndëve ushqyese dhe zvogëlojnë inflamacionin. Konsumi i saj mund të forcojë sistemin imunitar, të rrisë ndjesinë e ngopjes, të ndihmojë në ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve dhe të mbështesë shëndetin e zemrës dhe të kockave. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një filxhan me lakra turshi përmban pothuajse 1.000 mg natrium, prandaj ekspertët rekomandojnë të konsumohet me moderim për të shmangur rritjen e presionit të gjakut dhe për të mbajtur ujin në trup. Ata gjithashtu paralajmërojnë edhe për gazra dhe fryrjen që mund të shkaktohen nga ushqimet të fermentuara te personat të cilët nuk janë mësuar me konsumin e tyre. Dietologja Mikael shpjegon se kur e kuptojmë përse ushqimet të caktuara janë të dobishme ose gjithashtu edhe të dëmshme, është më e lehtë të bëjmë zgjedhjet dhe të vendosim nëse duam t'i konsumojmë ato për shëndetin e mirë të zemrës, kockave, imunitetin, gjithashtu edhe shëndetin e zorëve. Përfitimet janë të shumta, por si çdo ushqim tjetër, bëni disa diferenca. Lakra turshi mund të jetë një super ushqim i vërtet për ata që e konsumojnë me mençuri. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e lakrës të përgatitur vetë në kushte shtëpie. Kështu vlerat që do t'i merrni prej tyre do t'jenë më të larta, për shkak se do të dini se si ta përgatisni për të mos ndikuar negativisht edhe në çështjet tuaja imunitare. Aftësitë shëruese të lakrës turshi kalojnë në shumë bimë medicinale të njohura. 100 gram lakër turshi përmban rreth të paktën 20 mg të vitaminës C. Ajo njihet gjithashtu edhe për shkak të vitaminës A, acidit folik, vitaminave, magnezit, hekurit, fosforit, kalciumit, kaliumit, natriumit, substancave të rënda dhe proteinave. Lakra është një burim i shkëlqyer i vitaminës B12, prandaj rekomandohet veçanërisht edhe për njerëzit vegetarianë. Lakra e kuqe është deri tani 7 herë më shëruese se e bardha dhe ngjyra e saj tregon edhe për përmbajtjen e antioksidantëve shërues. Lakra është një zgjidhje shumë e mirë për traktin digjesiv. Ajo që e bën lakrën turshi të ndryshme nga lakra e freskët është bakteriet probiotike. Lakra turshi është një ushqim bimor i fermentuar i pasur gjithashtu edhe me kultura probiotike në mënyrë natyrale. Prandaj, lakra turshi është shumë e rëndësishme në trajtimin e sëmundjeve dhe komplikacioneve dhe ngërçeve të zorëve, veçanërisht pas terapive me antibiotik ose të trajtimeve të ndryshme. Ka efekte të dobishme për lukthin, për zorët, për mikroflorën e tyre, duke i bërë mirë kështu edhe sistemin tuaj tretës, citojnë studimet. Gjithashtu ato ndihmojnë në tretjen e ushqimeve yndyrore dhe shpëtojnë metabolizmin tuaj duke nxjerrë jashtë substanca toksike nga trupi dhe duke pastruar dhe rigjeneruar mëlçin. Kështu janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në pastrimin e gjakut, në ngadalësimin e plakjes dhe në forcimin gjithashtu të rezistencës së trupit. Lakrat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të djegjeve dhe problemeve të lëkurës. Lakra turshi do të përshpejtojë shërimin e lëkurës dhe vepron gjithashtu kundër problemeve të reumatizmës dhe inflamacionit të venave. Lokalisht ajo mund të përdoret për të lehtësuar kruajtjet e lëkurës, për shkak të inflamacioneve dhe alergjive të ndryshme, djegjet e vogla, kafshimet e insekteve, veçanërisht edhe atyre të bletëve. Në vendin e prekur vendosni gjithashtu një shtresë të fletës së lakrës turshi dhe mbështjellni atë me një garzë. Nëse keni dhimbje koke, vendosini në badh fletën me lakra turshi dhe mbështjellni atë gjithashtu me një garzë. Njerëzit të cilët hanë shumë lakër turshi janë më të fortë dhe më rezistent edhe ndaj komplikacioneve të ndryshme. Prandaj, lakra turshi rekomandohet veçanërisht edhe për të moshuarit, njerëzit me sistem të dobët imunitar dhe gjithashtu edhe për të vegjëlit. Përfitimet që do të merrni nga konsumi i lakrave turshi në dietën tuaj do të bëjnë
edhe ndryshime mjaft të mëdha për organizmin. Lëngu i lakrës turshik ka efekte mjaft të favorshme edhe për shëndetin. Është i pasur me vitaminën C, vitaminën E dhe vitaminën K, gjithashtu edhe me vitaminat të grupit B, si dhe vitaminën U. Njëherë është edhe një nga vitaminat më të rralla të rëndësishme për trajtimin e ulçrave të lukthit dhe zorrës 12 gishtorë. Nga ana tjetër, lëngu i lakrës turshi vepron kundër kërpullave dhe bakterieve, mbron kundër inflamacionit, ndihmon me ulçra dhe trajton gjithashtu edhe probleme të ndryshme. Lakra turshi mund të përfshihet edhe në gatimet tuaja. Për të përfituar të gjitha vlera ushqyese të lakrës, konsumojeni të papërpunuar dhe po ashtu edhe lëngun e saj. Është e rëndësishme dhe në formën e një sallate, përveç se ai mund të gatuani të skuqur, ta piqni ose ta kombinoni me drithra të tilla si edhe elbi. Vlerat që do të merrni prej tyre do të jenë të larmishme në mbrojtjen e organizmit. Lakra turshi ka aftësinë të mbushë organizmin me energji, të forcojë imunitetin dhe të mbrojë shëndetin tuaj të zemrës. Për te shijes fantastike, vlerat e jashtëzakonshme të lakrës, ashtu si dhe të bardhës për shëndetin, janë arsyet kryesore pse ato s'duhet të mungojnë asnjëherë në kuzhinën e çdo familje. Lakra e bardhë turshi është plot me vlera shëndetësore. Përmban fibra, një sasi domethënëse të vitaminës C dhe K, si dhe pasuron sistemin imunitar me më shumë hekur. Lakra turshi ka gjithashtu aftësinë të mbushë organizmin me shumë energji. Megjithatë, ajo duhet të konsumohet në sasi të kufizuar sepse përmban shumë krip. Studimet konfirmojnë se fermentimi i lakrës çon në prodhimin e një sasie të madhe probiotike, të cilat furnizojnë bakteriet e mira të stomakut dhe parandalojnë rritjen e bakterieve të këqija. Lakra e bardhë turshi mund dhe gjithashtu të forcojë imunitetin, të sintetizojë vitaminën B dhe të luftojë diarren që shkaktohet nga marrja e antibiotikëve. Megjithatë, nxehtësia shkatërron bakteriet e mira, ndaj ju duhet të konsumoni lakër turshi të freskët. Sasia e përshtatshme ditore e fibrës bazohet tërësisht nga nevoja për mbrojtjen kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Fibra e tretshme te lakra ndërlidhet me yndyrën dhe kolesterolin dhe i përcjell ato jashtë organizmit. Kjo nënkupton se gjaku përthithet më pak kolesterol. Një filxhan me lakër turshi përmban 35% të dozës rekomanduar ditore për vitaminën C dhe 23% të vitaminës K. Vitamina C luan një rol antioksidativ, ndërsa vitamina K ka ndikim te mpiksja e gjakut, por të dyja janë thelbësore për kockat e forta. Lakra turshi ofron të paktën 12% të dozës rekomanduar ditore të hekurit. Burimet bimore të tij janë garantimi i përthithjes efikase, por vitamina C përmirëson përthithjen e hekurit në organizëm. Lakra turshi ka vitaminën C, por edhe acid laktik që thedhon përthithjen e hekurit në trupin tuaj. Aftësia shëruese e lakrës turshi i kalon shumë bim medicinale të njohura. Gjithashtu 100 gram lakre turshi do të ofrojë 20 mg të vitaminës C. Në vijim është vitamina A, acidi folik, magnezi, hekuri, fosfori, kalciumi, kaliumi, natriumi dhe substancat e tjera të rëndësishme dhe proteinat. Është një burim i shkëlqyer i vitaminës B12, prandaj konsiderohet veçanërisht e mirë edhe për vegetarianët. Lakra e kuqe është deri në 7 herë më shëruese se e bardha dhe ngjyra e saj tregon se ajo përmban edhe antocianinë shëruese. Lakra është e mirë për traktin digjestiv. Ajo që bën lakrën turshi të ndryshme nga lakrat e freskëta është përbërja prebiotike. Lakra turshi është një ushqim bimor i fermentuar i pasur me kultura probiotike në mënyrë natyrale. Prandaj lakra turshi është e rëndësishme për trajtimin e sëmundjeve të caktuara, nga çekuilibri i florës së zorrëve, veçanërisht pas terapisë me antibiotik. Ka efekte të dobishme për lukthin dhe zorrën dhe mikroflorën e tyre që i bën mirë edhe sistemin tretës. Gjithashtu ajo ndihmon edhe në tretjen e ushqimeve yndyrore dhe shpejton metabolizmin, i cili nxjerr edhe substanca toksike nga trupi dhe pastron dhe rigjeneron mëlçin. Kështu pastron gjakun, ngadalëson pllakjen dhe forcon edhe rezistencën e trupit, citon studimi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.